Keni lekë të dëmtuara, ja se si mund t'i këmbeni ato në Bankën e Shqipërisë. Nëse keni kartë monedha të dëmtuara, nuk ka arsye për t'u shqetësuar. Ato mund t'i ndërroni lehtësisht në bankat e nivelit të dytë. Banka e Shqipërisë ka dhënë informacion se si mund të veproni në këtë rast. Klienti duhet të paraqitet në sportelet e bankave të nivelit të dytë, ku mund të dorëzojë kartë monedhat dhe monedhat e dëmtuara. Kartë monedha këmbehet në sportel në rastet kur kartë monedhat kanë dëmtime të lehta, shënime, njolla, vrimë apo grisje të lehta, ato këmbehen direkt në sportel kundrejt vlerës nominale. Kartë monedha nuk këmbehet në sportel. Kur kartë monedhave ju mungojnë pjesë apo element sigurie dhe bankat tregtare kanë dyshim për autenticitetin e tyre, ato nuk këmbehen direkt në sportel, por dërgohen pranë Bankës së Shqipërisë për të kryer ekspertiza të mëtejshme. Në këtë rast, klienti bashkë me fondet e dëmtuara duhet paraqes një kërkesë me shkrim për këmbimin. Kur kartë monedhat e paraqitura për këmbim janë të njollosura me bojë të ndotura, të përmbytura, të djegura apo të dëmtuara në mbi 50% të sipërfaqes së tyre, klienti përveç kërkesës me shkrim plotson edhe një deklaratë që shpjegon burimin e dëmtimit dhe i bashkangjitet çdo dokument tjetër shtesë të lëshuar nga organet kompetente ose nga organet e pushtetit vendor, ku përcaktohet burimi dhe rrethanat e dëmtimit të tyre. Për secili nga rastet e mësipërme, bankat e nivelit të dytë dërgojnë në Bankën e Shqipërisë kartë monedhat e dëmtuara së bashku me kërkesën dhe dokumentat shtesë, jo më vonë se 10 ditë punë nga data e plotësimit të kërkesës së klientit.